me neve shtosonte është Mark Pjetër Berisha, e ftoj me dorë të kitit lau. Ma shumë se bloga, njerë kur ti so është 7 vjetë. Mirë mbroma, mirë se jere, faleminderit shumë që jere. Dorë të kitit edhe njerë për pasën marës, ose i vjetë. Faleminderit. E vja pasën marës. Që që të këtë bojë si të këj shikja po. Faleminderit. Mirë mbroma, mirë se jere. Mirë mbroma, mirë se Faleminderit shumë që jere. U faleminderit zgjidhve. Urime këj program. Faleminderit shumë. Inshallah me suksese me të mira. Faleminderit, dorë të kitit. Unë pasën marës. Musafiri dytë personë është po ashtu i veçantë, është hoxh me profesion teolog, është i njohur për arsye se veprimtaria e tij është e ka moçme domethënë në aspektin kombëtar, por sigurisht edhe në aspektin fetar. Ai u ka prit bashkë me Anton Çetën, pajtimit të gjaçë me neve sonte është hoxh Molla Xhevat Kryzye ftoi me dorë të kitit no. Hoxh faleminderit shumë që na ka nderuar sonte. Dorë të kitit për hoxhën në se na ka nderuar. I kemi do musafir special, po para se mi ftu ata thash ta filloj me juve sonte. Faleminderit shumë që erdh. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe për jush. Falenderoj për ftesën. Njëra të rrit basamar që erdhe. Se unë jam një njeri vjetër, tash për këso nuk jam metë mo, po matë mo dhe se dëshire nuk ka kur gjo. Unë po vjemi sonte që peshe e bashkë. Edhe shqiptar, a i njeri si kursen, a i njeri si së ngonë për mu nuk është ta manë në rrimu. Bravo, dorë të kitit për pasëlluar. Faleminderit. Faleminderit shumë ati që erdhe. Respekt për ju. Është knasimi ju po bashkë, për arsye se basamar sonte është i konfesionit katolik, edhe ju jeni i konfesionit musliman pra hoxh, e është mirë sonte që jena gjithë bashkë. Faleminderit që na ftuat dhe falenderojmë edhe basamar që ka gjetuar ti me bashkë në misionin tuaj. Për basamar kena një respekt veçantur, një plak i urtë, një plak i mençur, që takohemi edhe në tubime, edhe në pajtime, edhe kudo jo, edhe kemi një respekt veçantë, aja pjesa ne respektojmë vlerën edhe njerëzin e basamar. Do të kitë janë njerë se pak ta relaksojmë basamar. Basamar, si e me shnet baspori? Po, unë vjetëve mirë. Mirë. A kena fillu me unë tradita të unë në shqiptarët a ju? Qërë baspori, dhe është me thonë këto, se kur nësë një emision kërkoj fali që po tomë, më zbani dalim të fetë. E vërtet? Se feja është shpirtnore. Bravo. Gjithë kush e ka për veti. Sofjo. Po na jemi shqiptarë, nga tradita, nga gjuha, nga kumbi, nga gjitha qka i ka një popull shqiptar, na i kemi njojt. E vërtet. E para ta, nuk vyjt se veç një kime me po në ho, nuk të kënoqë. Në ke po se nuk të kënoqë. E vërtet. Une, jo punina mirë për Molla Xhevatin, po të thamë që jo këtu, po kjo është një njeri madhë, edhe rrallë, lenë kësi, po të këndëzoj, këtë mira që i ka bonë, më resit që i ka bonë për popull, që është i respekton këtë, që është i morën këtë pamet, pak njeri ka në tokën e Kosovës. Se ku të konë, kur shkaj unë në pamet, këtë ka më qumë Malshuveni, si më vjerë anë, së kur më mërzu kulmi. Se është njeri i respektum. Ajë që është i respektum, ajë të respekton. Vërtet. Se kur ajë njeri si nuk e respektum vetë, zdi shkon respekti. Nuk mundet me të respektum. E më s'ja marrë rënin që kom qef me një Molla Xhevatin. Ju falem nërës për ftesën. Të tradita të ashtë veti, a i kena humbë në shqiptar tradita besën e këtu? Qka janë senet, me të katë përshkurt, çdo senet të voglu ka pak. Mirë po kuha e bat vetët. Mas pari kur është qelë Universiteti i Prishtinës, në kemi reshu plak krejt Kosovarët ku shokon i gjallë. Në kohë. Për arsye se jemi konë njerëz të pashkollu. Jemi konë njerëz shkelë. Jemi konë sukurura kush ka dosh ka rona për ne. E vërtet. E për atë arsye kanë hub dërene që s'kemi mujtë mi mojtë nështë si traditë shqiptare, se tradita shqiptare i ka pas 3 sene. Një matë porën e ka pas besën si asë një këmë. Në tokë që jetojnë, nuk ka pas besë o kanë pas shqiptarët. E dyta në konë mikë pritë se bugdonës. Njoft e pa njoft njeri kur. E treta në konë se sa shtejet e kanë shkel, në konë gajret gji, si ka bo gajret, edhe s'ka mujtë minutit anë mikit, më së të knoqët taj, se në kanë ra edhe trona dik,
Në kanë rrë dhe vrasje. Unë që që jem qëtu, mu baba 7 vjeç më kalon. 7 vjetë kalon, baba. 7 vjeç, mu ka vrarë mund që li, i thëshim për para të allot, që tash për i thërë në Shqicejës, atë për janë vrarë 33. Ajo konë ballis ma shkurt puna komunizmit. Regjimi. Po, e traditat doshka e në kryesore me mujtë më smihu. E vërdet. S'ka në kryesore. Erë mas pari, thminj, si të lenë, e të rritët, e kësha dhonë si porësi, si mas pari me mësu shqip. Pa dalim në cilën qëtet tje ku je. Unë asë një thmi i familjes teme, as i djallit, as i qiks, as i djallit, si kom dhe djallit është. Nuk e lonë pa jo ble veshën komplete, me kapuq, me tjesh, me gjemedan, me krejt, me shallë. Bravo, veshën komptore. Bravo. Se le takoaj kujtim se gjyshi, ose sa shpejbje 4 gjyshi. Si mi ka ble këtu, edhe këtu për dishka i ka ble. Ati jesin gjithmonë kujtim. Kujtim, po. Pa i kishe edhe një të mirë, për shkëshet dhe më thonë, se me që jemi në prag të festës Kurban Bajramit, dhe kishe edhe një të mirë, gjithmonë për shkëshet për ja uroj që Bajramin atë ofër. Na jemi vlazën. E vërtet. Unë venin tem, ku jetoj, Shatin të përdoj. Dë mërdol. Nuk shkojmë 3 faqe, na thujmë 3 breza. E jemi një vla. Apo kupton? Po. Unë kur shkoj si në shiteme. Me pasë ras dekje, krejt bamaki që duhet me udhecat rend të ati rasti që ka i kujshia jem, edhe përsionit besimit musliman. Tu na me arti nuk mund shme ditë cilit besim o kjo, as kjo me të adho krejt dy. Meshti kemi që 30 vjetë nuk e din cilë e katalik, cilë e musliman. Me që jena sonë të apja urujt a huqës Kurban Bajramit? Ere, une në mja uru huqës ma shpari, urime, edhe me adhonë. Bravo, të viti, bravo. Edhe krejt gjithë poplit, besimit musliman, po edhe shqiptarve kush është shqiptarve. Se edhe une kom Bajram. Se kur ka vlavi jem, kom edhe une. Bravo, bravo për basën marke. Huq, po kalim të tja, po e humbi tradita tuna? E thët Arshipipa të ndryshme i kemë Bajram me pashk, besën der i kemi bashk. E vërtet, bravo. Aty është, të besat, të nerajt, për bashkët, të vllazëria, të kombëtaria, të shqiptaria, aty kemë Baselmark, edhe ushqit të tjetër rreti aty, edhe të besimit krishterë, por ata besimit musliman kanë raporte të jashtëzakonisht mrekullueshme, shkëlqyeshme dhe na vjen mirë dhe kena model edhe shembull se si është bashkëjetesa fetare në Kosovë. Hoxha, po e humbi besën e shqiptarit, a ka humbi besa, kem halo besë? Sadri,